Andaj në mësën imani që shtot, ja e ju helledine amenu, përgjegjeni Allahut, istegjibu lillahi wa lir rasul, përgjegjeni Allahut azogjel. Dhe çështja e parë që imani e ka, karshi neve, funksioni i parë i imanit është me na eduku, me na mësu, ka mu këthy dhe kanë mengu. Ai që ka këto të rregulluar me Allahu po thotë, s'janë barabartë, si ai që ka 1 si që ka 10. S'janë barabartë. S'janë. Kur ka dashur Amr ibn Asi bu musliman të ndërua Allahu, kishin një meçëm shumë kona Amr ibn Asi. Ka qenë nga elitet e Kurajshit të Mekës. Ka ardhur tek pejgamberi sa bu musliman, i ka thonë pejgamberi sa mi Amr, kem ilahen ta'bud, sa zote i aduron? Ka thonë 7. Ka thonë 1 kom qiell e 6 i kom tokë. Ka thonë kur je në zarë, e ki të lashe, cilën e thirë? Ka thonë ato që është naltë. Këta poshtë i kam veç për adhurime tjera, po. Do në edhe në shirkë në idhëtari, po në ciklitet caktore ka ditë kusht adresa e thirë, sa. Dhe ne nuk du të kemi kësi, dhe më thonë, thirje selektive ka shi Allah të zgjel, por e përkushtojm jetën tonë, e organizojmë jetën tonë që ti përgjigjemi një thirrje, ajo është thirrja e krijuesit, që ati përgjigjem jetën. Dhe çdo thirrje e cila kalon ka thirrja e krijuesit, i përgjigjemi. Çdo thirrje e cila nuk është në koordinim me thirrjen e krijuesit, si përgjigjemi. A është e qartë? Ç'është imani?